Pse kur komunizmi ra, shqiptarët bën një zgjedhje që nuk ishte vetëm politike, ishte ekzistenciale. Zgjodhëm demokracinë, hapjen, lidhjen transatlantike që është Europa. Për ne, integrimi europian nuk ka qenë kurrë një proces burokratik a negociat teknike. E as ka qenë aksesi në një bankomat. Është një aspirat kombëtare, një zgjedhje qytetërimi, një angazhim për t'i përkitur plotësisht një familjeje kombesh demokratike që jetojnë në paqe, liri, që besojnë në paqe, në liri, demokraci dhe sundimin e së drejtës. Shqipëria sot është më afër se kurrë me Bashkimin Evropian. Dhe nuk e kemi parkur të jetë kaq konkrete, kaq reale në asnjë moment të historisë son moderne. Në vijim të çeljes së negociatave për antarësim dhe për parimin e shpejt përmes grup kapitujve, kemi hyrë në fazën vendimtare të rrugtimit tonë evropian dhe javën e ardhshme do të kemi një konferencë kyçe ndërqeveritare me Bashkimin Evropian që i jep fill një faze të re të mbylljes së kapitujve dhe të përmbylljes së negociatave brenda një viti e gjysmë. Rruga përpara mbetet shumë kërkuese, tejet sfiduese, por kur nuk kemi qenë më të vendosur dhe kur madje as kemi imagjinuar e jo më të mendojmë një plan B përveç Bashkimit Evropian, sepse jemi të bindur që nuk ka plan B përkundrejt lirisë, nuk ka plan B kundrejt shtetit të së drejtës, se nuk ka plan B kundrejt demokracisë. Antarësimi në Bashkimin Evropian është pikërisht kjo, nuk ka të bëjë me hyrje në një organizat, por ka të bëjë me transformimin e shoqërisë nga brenda, ndërtimin e institucioneve që s'kemi patur kurrë, forcimin e shtetit të së drejtës, modernizimin e administratës publike, luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, e krijimin e një shteti që ju shërben qytetarëve, në vend që qytetarët t'i shërbejnë shtetit. Dhe përtej gjithçkaje që t'i japim vetes një vend në një hapësirë ku liria, siguria dhe bashkëpunimi janë vlerat e parimet themelore të bashkëekzistencës. Një prej kapitujve më të thellë të rrugtimit ton drejt kësaj ambicjeje ka qenë reforma jonë në drejtësi. Një prej reformave më të thella e të vështira që ka ndërmarrë ndonjëherë Shqipëria. Jo sepse ndryshimi i ligjeve është i vështirë, të ndryshosh ligje është e lehtë. Dhe në Shqipëri është më e lehtë se sa në Japoni me qëra fjala të ndryshosh ligje. Të ndryshosh zakone, të ndryshosh pritshmëritë dhe të ndryshosh sisteme të ngërthyera është e vështirë, por reformat që kanë pesh kur nuk janë të lehta. Reformat që janë të lehta kur nuk kanë pesh. Sot rrugtimi evropian mbetet motori më i fuqishëm i transformimit që ka në dispozicion Shqipëria. Dhe unë gjithmonë e përsëris se ajo çfarë e bën Shqipërinë të ketë një shans shumë real dhe jo vetëm Shqipëria, por edhe Ballkani Perëndimor, krahasuar me Afganistanin, krahasuar me Irakun, krahasuar me vende të tjera, ku premtimi i perëndimit kolektiv ishte të sillte liri e demokraci, por rezultati nuk ishte i tillë, është pikërisht
ndryshimi midis të pasurit ose jo të Bashkimit Evropian si destinacion e si një bashkëudhëtar në këtë rrugtim. Bashkimi Evropian është burimi më jashtëzakonshëm i dijes për shtet ndërtimin që ka krijuar ndonjëherë njerëzimi. Dhe transferimi i kësaj dije është ajo çfarë ata bëjnë më mirë. Agresioni rus kundër Ukrainës i kujtoi Europës diçka që për fat të keq shumë kishin nisur ta merrnin të mirëqen, sepse për herë të parë në historinë e vet, Europa pati një brez që nuk pa asnjë luftë. Kështu që vetë kënaqësia u bë pjesë e mënyrës së jetesës në Bashkimin Evropian. Ku paqja në një farë mënyre merrej si e mirëqen dhe e vetëqëndrueshme, ku demokracia shihej si e pakthyeshme dhe siguria në fakt nuk mund të jashtë kontraktoj historinë. Në këtë kuadër, integrimi i plotë i Ballkanit Perëndimor dhe i Shqipërisë në këtë rast në BE nuk është thjesht një kërkesë e jona apo kërkesë e rajonit, është nevojë strategjike edhe për vetë Europën, sepse ardhmja e Europës nuk mund të jetë e plotë, ndërkohë që një rajon rrethuar tërësisht nga Bashkimi Evropian që në kufi të mbetet jashtë arkitekturës politike të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka dëshmuar që jo vetëm është partnere e qëndrueshme dhe besueshme, por edhe që e do kaq shumë Bashkimin Evropian që asgjë nuk ja ndryshon mendjen. Ne duam të martohemi, këmbgulim dhe do të martohemi.